Pa dyshim. Rruja është emanet, do të mi trajtu Simon, mirë. e ka hoxha, se jemi minutat fund, e ka hoxha një diçka interesante shumë, më na tregu për fund, që shim shohë boks aty pse tash oti zotin. Aty Jugoslavit, Serbit. Po, thonë të vërtetën, ka qenë viti 87, edhe po atë vetë ka ndodhë disa muaj, po më duket përpara ka ndodhë vrasja e aty në ushtarëve nga Aziz Kelmendi, edhe për ne që kemi qenë atëherë ushtarë, ka qenë një kohë jashtëzakonisht e pak kohë, janë keq trajtue shqiptarët shumë, edhe kur kemi shkuar ditën e parë, ndoshta dikush ka mëshirë deleve me jau hikat ato kimet, me jau hik pak ma nga dale, qysh neve na e kanë nisë me na i hik flakt, edhe ja ku më kap macinën. Edhe ja nisi po bërët atë hashune, ka marrë dhe ushtarën, nuk ka marrë, nuk kemi përgosën në ne. E të thënë vërtetën tash, në 5 ditë, ne shqiptarën në këshushin me sytë keq, edhe më mbosh mua jo kupa pe i keq trajtimeve, edhe të 5 ditë, më shava i desetari, mirë po, duke mos pas kohë me i mendu pasojat që ka ndodhë pa një pa dy, i ku më ra bëksi që i ku më ra një 4-5 metra ka ra. E qka të shojt jaj? Zotin ma shau. Kur njëtën teme dhe këtirë atë ditë, nuk kisha ndigjuë se na si muslimana Zotin arrujt, se shojnë Zotin kura, i që shojnë Zotin del pej feje. As kryshtet s'këm dëgju kur? As nuk kisha ndigjuë pej shëqnije, se s'kemi pas në njerës, ka shemull për bëj kontakte me ta, edhe më dëkë që kupolla e qilit ra për mi muë, edhe i rash. Mirë, po shumë shpejt erdhen ajo policia ushtarake, më ledhen, më quen atje të atë sigurimit, e tani pyetje të ndryshme, pej matë ndryshmeve, ti je në organizatën e Aziz Kelmendi, ti je i betu me vra, ti kështu, ti anena, ti knena. Mirë po, e përshëndes nëse na sheh, pa laskaj, e kum pas kështu, është katalik i Klinës, e kum pas në rreshtin e dytë, edhe kum pas afër aty, edhe këta tash m'akuzojshin për pas që i kum ra, m'akuzojshin që unë e kum thonë ku me të vra. Edhe thash s'kum thonë, ke thonë, s'ke thonë, edhe thash po një kolegu jemi, aty ka qenë afër një pa laskaj, edhe po thotaj, qysh, thash pa laskaj. Tha, po kë katalik të kë? Thash, po qka ka, thash, unë e vllakam. Thash, na shqiptar, aj shqiptarëne. Thash, edhe, qëfar tje që ka? Shkun e prunë. Edhe e falenderoj shumë, u tregu burr, edhe mund që ashtu që shukon të regoj rastin, tha, nuk ka thonë. Edhe për ata, nuk ka asë njëherë që kamun e festa të mijat fetare, që aj nuk më thret, më maurue, edhe për Ramazan, edhe për Bajramin. Edhe Bajramin, po edhe une, jom i kujdes shumë, asë njëherë nuk ndodhë dhe aj me i pas festat e veta dhe une më s'me auru. Është haram hoxh me auru krishtinjet edhe poshtë? Po jo, bre vlla, nuk është haram, në edhe herë po të thamë, jemi vllazën, atë dhejën e kemi përbashkë, gjuhën e kemi përbashkë, gjakun e kemi të njëjtë, edhe na lidhin shumë sene, kush të thot, le të thot, mirë po, une, pse i ja dëshiroj, gjitha të mirat e njëjët, i dëshiroj shëndet, i dëshiroj lumturi. S'do me thonë që beson kjo pse e urën? Gjithsesi. E hoqë, një pyetje për fund, edhe për ty Simon, ama shumë sinqerisht më përgjigj. Juve i duket hajgore, po, a është haram e po hajgore me popull? Qysh po bojnë ta politikanë të unë? Sinqerisht po thamë. E kanë morë vutën të unë, munin të unë, në kanë bon sikur më na pos argat burë, çdo muj zgjedhje, a hinë gjuna ata, sinqerisht. Ta e ka mujt harame tash. Po që une nuk jem nas një parti, se si hoqë nuk më takon. Po. Mirë po, i respektoj, i admiroj të gjithë ata të cilët kanë kontribue dhe kontribuojnë për të mirën e atë dhejut, për të mirën e qytetarëve.
me i mashtru poplin edhe me rajt poplin nëse pas ka diçka kështu, do me thonë, unë i dënoj edhe kanë mu dënu edhe pe i Zotit, sepse me qenë pris, është amanet. Amanet është, nuk është... Për shembull, hajgoren të bo me president e Bush zgjedhur. Nuk është lehtë, dikush është privilegj me konë kryeveni e kryetar, mirë po ma shumë du të mi kuptu si përgjegjësi, se sa si privilegj, se une vetna për veti, po ku mu vetë edhe për qatë popull që aty ku punoj edhe ku i mësaj. Qka ju këmë thonë, qësh i ku mësue, a ju këmë të regu e drejt, as ju këmë të regu e drejt, edhe këta udhëheqësat e shtetit e kanë i barë traunë, në dishin. Pse? Se kanë me dhonë llogari për krejt poplin, kryetari i shtetit e kryeministri, prandaj duhet drejtësi absolute për të gjithë, pa dallim në çfarë partije është, pa dallim çfarë komune është, po edhe pa dallim çfarë ngjyrë është. E kanë për detyrë me punu drejt. Nuk e zgjedhën presidentën. Mirë, po kisha mu lidhë edhe me këto thuhët, po, kur ka qenë i ftuam Ahmet Zogu me shku në Lëndër, u vanu atëherë ka shku me ani edhe kur u vanu ka thonë qysh bre, mret u vanuve kështu që na që i gjysëre i na të prit tonë ata lordat. Thë të gjithë ju keni ma lehtë se sa une. Se une jam mret i 2 milion mretve. Edhe na shqiptarët, që shpëmdo këtë muë, nuk e kem kryet në vend ku duhet. Ja, na faqë kemë... Ndëgjo, jo kemë vëlla dhe shumë. Pse? Tash, jënë bo votimet. I mirë, i keq, e ka meritue, se ka meritue, i ka fitue. I ka fitue që i ka fitue, dohet me jadhon krahin edhe me i një muë. E thash, hashimi i keq. Kë shamull për bëj Albini i keq, Vjose a keqe, kush është i mirë të na? Ska fjallë. Nere rrismi si figurë, të na këthejmë e shojnë. Se cili për i tyne i ka meritat e veta, edhe ato nëse... E tukën e vetë, po. Sigurisht, edhe të thonë halë këtë që ka donë, meritat që i ka Hashim Thaçi, ato historia gjithmonë ka me i shkrua dhe ka me i lexue. Pajtu në plëtsësht. Po, edhe tjetëri. Edhe Albini, sigurisht. Po, Simon? Kena arë në qatë pikë, që edhe njerës të që kësë, jenë ato i shajtë. Po, ai që s'do i shajtë. Jenë ato i shajtë, edhe ata që kanë derë, gjakon jenë ato ju thonë janë shpiunë. Njerës që ka vllazën të vramë, ka në familje të masakrumë,